Propozimi i dytë është informat mbi rastin e shembjes së rrugës në lagjen Prishtina e Re. Edhe kjo një ndodhje ditëve të fundit, pamje të tmerrshme që na janë servuar, prandaj e shohim tullës që anëtarët e ekzekutivit që janë marrë me këtë çështje të na informojnë mbi rastin dhe si përfaqësues qytetarëve të kemi një uritë mjaftueshme me atë çfarë është duke u zhvilluar. Gjithashtu për këtë pikë të randit ditës, pra potencoj bëhet fjalë për informat dhe kërkojmë që kjo pikë të mbështetet nga kolegët asamblees. Jemi të interesuar të diskutojmë edhe për shambin e Leut. Si në këtë kohë, si në kohën kur ka pas edhe viktima nga shambja e Leut, edhe nga gropat në qytet që kanë qenë, që kanë humbur jetën qytetarë të Republikës Kosovës, por këto duhet të trajtohen në pikën që është ndryshme, për ndryshe nuk ka efekt, pika randi ditës edhe dilet të komunikohet me opinion publik se nuk u pranon një randite kur nuk ka prodhim të vendimit nga e randite. Kështu që edhe për këto që i kem kërkesë dhe dëshirë që të diskutojmë dhe të marrim përgjigje, është e rrugës që të trajtohen të ndryshme dhe të marrim informacione edhe ne si përfaqësues qytetarëve, po dhe qytetarë e Prishtinës mbi këto tema. Faleminderit.